është krim të fshehesh këtë takim që inkriminon direkt kryeministrin e Shqipërisë. Kryeministri i një vendi antar të NATO-s. Kryeministri i një vendi që aspiron për antarësim në Bashkimin Evropian. Zhvillon takime apo dërgon ministra, delegacion qeveritar për takime dhe dile me kartelet më të rrezikshme të drogës, bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë, se ato janë shpallur tashmë organizata terroriste. Dhe ju ofron malin e Tiranës. Ju kujtohet ju kur thanë që ajo është Sali Berisha, ajo mali i Tiranës? A ju kujtohet? Vazhduan mediat e shpifjes të bënë. Ja që doli, se i kujtë është mali i Tiranës. Besoj se e mësur, apo syri i Tiranës, bërët vesh atë që po besoj se ato janë. Ndaj dhe jam këtu, por t'i thanë Edi Rama si jep dorëheqjen. I jep dorëheqjen sepse ti nuk mund t'jesh kryeministri i një vendi, antar të NATO-s, antar i Këshillit të Europës, kandidat dhe që ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian në një kohë kur ti zhvillon dhe takime me klanet botërore, me kartelet dhe klanet botërore të drogës. Faleminderit.